me raportet e OSBE Odirit, edhe kur ato janë mbajtur me thes në krah, edhe kur janë marrë me Kalashnikov, OSBE Odiri nuk ka qenë determinant në njohjen apo mos njohjen e zgjedhjeve. E parë. E dyta, raporti i OSBE-s është as mish as peshk. E treta, është turp për Shqipërinë që 35 vite pas përmbysjes komunizmit ende ka nevojë për prezencën e OSBE-s në zgjedhjet e veta. Pse? Do thonë disa se i duket OSBE-ja sikur ka ardhur nga një planet tjetër. OSBE-ja monitoron zgjedhjet në asnjë vend të Europës, përveç se në disa vende të Europës lindore, Bosnjë, Maqedoni, Kazakistan, Uzbekistan, Azerbajxhan, që janë gjitha me xhan i monitoron kjo OSBE-ja. Tani, edhe Shqipëria futet në këtë kategori. Në qoftë se Shqipëria do kishte zgjedhje të lira, ose do ishte një vend totalisht sovran dhe demokratik, OSBE-ja do e mbyllte zyrën, do ulte qepenin. Dhe ky delegacion nuk do të ishte në Shqipëri. Tani, a ka probleme? Pa dyshim që ka. Por, kur lexon gjuhën diplomatike të OSBE Odirit, pa dyshim që ka diferencë me raportet e tjera. Pavarësisht se shpeshherë terminologjia duket sigurisht një njëjtë raport. Unë do mundohem të gjej disa diferenca. Për shembull, para 8 vitesh, në 2017 dhe 2015, zgjedhjet lokale, po në vend zgjedhjet parlamentare, OSBE Odiri kishte konstatuar që afro 1/3 e votave tjetërsohen ose shiten dhe blihen. Pra afërsisht para 8 vitesh llogaritej që mbi 200.000, 300.000 shqiptar merrshin lek ose merrnin euro ose merrnin të mira materiale për të këmbyer votë. Paktën ky që konstatimi OSBE Odiri. Në raportin e sotëm OSBE Odiri nuk flet për një përqindje të caktuar për shitblerjen e votës me para. Por flet në tekst për presion ndaj administratës. Sidomos ndaj eksponentëve të djathtë. Po. Tani presion flet edhe Trumpi me Bidenin kanë folur për morën pushkën atje mbas zgjedhjeve. Tani unë po flas në ato parametra kushit. Tani çfarë shohun tmetat e raporti OSBE Odiri? Për shembull, është e papranueshme që OSBE Odiri nuk ka vënë re problemet e financimit të partive. Problemet e shpenzimeve ekstra 1000 herë për më shumë se sa i lejon kodi zgjedhor. Është e paimagjinueshme si OSBE Odiri nuk konstaton prezencën e të huajve në fushat elektorale. Është e papranueshme që OSBE Odiri të mos konstatoj mungesën e transparencës financiare. Është e papranueshme që OSBE Odiri mos konstatoj prezencën e elementëve kriminal në zgjedhje. Pra, ka disa çështje të cilat çdo kush i sheh OSBE Odiri nuk i ka parë. Domethënë, Lasi Vitën nuk e ka parë vetëm OSBE Odiri, gjithë ne e kemi parë. Askush nuk arrin do të bëjë një interpretim që a mundet se ka një logjik të thjesht juridike në kodin zgjedhor. A ishte i barabartë, le të themi, Arlind Qorri që shëtiste me biçikletë me Partinë Demokratike që merrte gjithë këto lobistët e Shtëpisë Bardhë vinin bënin fushat me miliona euro? A është pozitë e barabartë kjo zgjedhje? A është i barabartë Arlind Qorri me gjithë makinerinë shtetërore të bashkive, ministrive, të gjithë asfalteve që shtroheshin 3 muaj, 2 muaj përpara me Partinë Socialiste? Sigurisht që nuk është i barabartë. Dhe kjo është pabarazia në zgjedhje. Pra, janë disa fakte të cilat do të ishte mirë që OSBE Odiri t'i theksonte. Por, duhet mirëkuptojmë një gjë. OSBE Odiri nuk ka kompetenca ekzekutive, po vetëm këshilluese. Elementi më i rëndësishëm që ka thënë OSBE Odiri, po dhe ato e thot tangent dhe se ka pas një deri më sot, është që
dy partit kryesore që ajo i shmanget dhe ka prit i përmendi në raport, PD-ja dhe PS-ja, injoruan rekomandimin dhe kërkesën e vazhdueshme të OSBE Odirit për numërimin elektronik. Dhe vazhduan ta kenë vetëm në 2 lagje. Sot e kësaj dite, me këmbgulje ata vazhdojnë të mbajnë numërimin sipas mekanizmit të militantëve politik, duke i hequr mundësinë rrymave të reja politike. Madje edhe me luksin për ta shtyr atë dhe kur ishte numërimi elektronik. Dhe ne diskutojmë këtu, domethënë se ABC-ja i gjithë procesit, padyshim që fillon të numërimi. Unë dakord jam që procesi orientohet përpara. Përpara është pjesë e tepsisë, dhe pjesë e tepsisë të atyre që bën marrëveshjen për ndryshimin e kodit zgjedhor ishin Rama dhe Sali Berisha, që ranë dakord me OSBE Odirin për ato ndryshime që i interesojnë atyre, dhe ta kam thënë 1 vit në emision, kam thënë pas 11 majit, zgjedhjet i fitojnë dhe dalin fort vetëm 2 njerëz, Rama me Berishën, dhe ata dolën të fituar, gjithë nxorën jashtë loje, edhe një 2-3 që morën ca kokra, gështenja, tani në zgjedhjet lokale i futën përsëri në sqetull dhe i shkrin. Shpërbën totalisht. Mirë, të falenderoj Kreshnik për moment.